kam puese në këtë universitet të International Students Office në Zurë. Po unë kujdesim studentë të huajt këtu në universitet. Më është me ta, super. A e diti se çfarë është data 28 nëntor për Shqipëri? 20 gëzuar për fërësin, për të gjithë shqiptarë. Si të mos e di, si të mos e di. Përveç se i ti e këthyre në shqiptare feston dhe festën e pavarësisë, je veshur edhe me veshjen tipike shqiptare të djemve, por ti këndon shumë mirë edhe në gjuhën shqipe, apo ja? Jepi Kim, ta dëgjojmë. Hajde. Xhamadani via nga një indonezian. Faleminderit. Ku të duash, këtu, atë ku je. Kush. Mos do shoqëri me kitarë. A do të ulesh këm kryq, ta këndosh tamam. Këm kryq. Si quhen shqiptarët? Me kërcim. Me kërcim. E do me kërcim, hajde. Okej, jepi. Fantastik, Kimi toke këtu si që përnë shqiptarët. Bravo, Kimi, bravo. Fantastik, dhe ke mbyllur kaq bukur këtë pjesën, ne shpresojmë që ti të qëndrosh sa më gjatë në Shqipëri, dhe më vjen shumë mirë që ke ndier gjithë mikpritjen shqiptare. Kam dhe pyetje të fundit për Kimin. E kam dhe një pyetje të fundit. Ti do ma gjithë jetën.